Qa bëje tjetër? Nga klasa 4 të 5 fillon këto problemet e tjera që ndjem shumë keq për këto gjëra që kam bërë. Kur i kujton, në? Po, shumë madje. I kam hapur shumë stres e familjes, mamit, babit, madje shumë. Vuaj. Vinte gjithmonë aty për mu. Se ka qenë problematiku shumë i madh i shkollës, plus u bashkovave me klasin që ishte problematike në atë kohë, dhe fillum duke i bërë parajgjykime shoqëve të klasës, shokëve të klasës. I bullizoje? Po, madje, shumë, nga pamje jashtme. Vuaj ishte çdo mond, çdo javë pothuajse në drejtorinë e shkollës. Ai ishte i pari që ishte aty për mua. Çfarë të shtyn te Klaudio që të bëje këto veprime? Ishte edhe ajo pjesa e rinis, adoleshencës, edhe plus ngjojave të ca muzik, hip-hop, rapi që më shtyshin drejt beja të keq, beja vepra të këqija, domethënë. Kur thua vepra të këqija, çfarë? Merja armë, vajtje, domethënë, armë të ftofta në shkollë. Pse dëgjoje këto tekstet e këngëve hip-hop, rap, dhe doje që t'ishe dhe ti cool, si ata të cilët... Edhe mendoja sigurisht kush e di ndonjë farë personi me pozitë lartë o kush e di çfarë. Që interesant. Po. Pra tip interesant, i fort. Po. Nga këta që predikohet në për këto tekste. Edhe një muaj unë nuk shkova më në shkollë, më përjashtuan sepse u bëra shumë problemi madh se vija me këto gjëra në shkollë, edhe me armë të ftohta? Po. Kur thua armë të ftohtë, ke parasysh çfarë? Frikë. Thik? Po. Merje thika me vete në shkollë? Po. Po nuk dëmtoje njëri? Jo, nuk dëmtoje njëri. Po thjesht i merje për të treguar që unë jam i fort? Po, thjesht për atë në gjë. Po armë ke marrë në një? Po, kjo ka ndodhur në kohën e gjimnazit. Në gjimnaz ke patur edhe armë me vete, po ku e gjete? Ja mora dikujt. Një person. Edhe shkoj me armë në shkollë? Po. Në vit të parë ka qenë... Po mësuesit? Po nxënësit? Prap si me pjesën e frikës, të njëjta punë, e njëjta gjë, bërë sigur e nxirja mes shkollës, sigur isha ndonjë me pozitë lartë, ndonjë me grad lartë, shiku që jam unë, se jam unë e s'ka tjetër. Të kishin frikë? Po, shumë madje. Edhe të filluarës, kur kam qenë në vjeçare, u larguan për me në shkolla, nuk vishin, sepse kishin frikë për me. A, nxënësit e fillore? Po, kështu. Po ti ke patur dhe një moment dëshpërimi, një histori zemre kam përshtypur? Po, kam patur i shumë, kemi kalu vutje me vllajën tim, sidomos vutja që kujtoj më shumë ti, kam qenë i vogël, mosha 15-16 vjeç, pata diçka zemre. Re në dashuri? Jo, diçka zemre që tua të maj për vete sekret. Okej. Tu lëndua zemra? Po, më lëndua zemre dhe mora makinën e vuaj ishte në punë. Babaj më thoshte që lërë makinën se dëvi ta marrë vuaj përsëri, po jo, unë nuk u binda, dhe ika, u largova. Po qarë të thamë mëndja, që do bëje me makinë? Se doja më jetën. Vërte? Po ja vlen? Për një gjë zemre, sa herë do të dhembi zemra ty? Edhe aq herë do me ndosh ti marrësh jetën vetes? Edhe këshu me shpejtësi. Zemra tikin e vinë, po jeta një është. Edhe këshu me shpejtësi. Si e ndronë mua beti. Okej. Dhe more makinën dhe ike me shpejtësi? Po, me shpejtësi të lartë në rrugën e fshatit, edhe vuaj ime më dilte la punën për mu. Mame u bo me rak shumë, sa e që e kujtoj rrugën e fshatit, ose i jep me, për shembull me shpejtësi vuaj,
më del një mak para këtyre, i të merë, që nuk mundem do. Nuk ju binda vaj më jifte para makinës, ma në vaj ime, ama lalo. Vaj të dilte para makinës? Po, se në gjovaj i nuk ndaloje? Se në gjovaj i ka me shpicit lartë eve, u përplasa me përdurën e autostradës. Klaudio, kur u përplasa me përdurën e autostradës, qarë bëri vlaj? Kur përplasa me përdurën e autostradës, vaj u shtu i barkas, e kujtoj se më s'kisha ndurë jetë. E për ti së me të mave, ku është vajim, ku është vajim. Eve, falë Zotit, kisha fjetë një qamë në sy, eve një gërvishtje pak në kokë, eve asgjë më shumë. Eve, kur shkoshim në rrugës për spital, foshin, thonë të babi, vuaj, sa e gjatë që ka kjo rrugat për të shku në spitali. Eve shku në spital, e vjem e policia, e u stresu shumë madje, mami, babi, vuaj, kam stresu shumë për shumë ko. Si ndodhi kjo kthesa jote? Se në gjithë këto gjëra që të regon ti, është e jashtëzakonshme të dish që ty ke kthyer komplet, ke reflektuar, edhe këtë të regon edhe rrëfimi yt, pendesa jote madhe, çfarë ndodhi? Kemi pasur edhe një vujtje tjetër që kemi kaluar mas para ca kohësh, që babi pati një tumor në kokë, edhe e kaloi me sukses. Pastaj problemi tjetër që kam hasur shumë to padrejtësit që unë jam edhe futbollist. Kur thua ti je futbollist, me kë ke luajtur? Me Lushnjën, edhe me Ignatian. Okej. Kam hasur shumë padrejtësi që mbesh. Po padrejtësi për çfarë ke fjalë? Sepse fushim me mik dika tjetër që unë hargjoja djersën time, mundin tim, më jepja shpirtin fush, edhe prapë ai fuste dika tjetër që. Nga ndonjë herë, domethënë ne nuk kemi në gjendje që të gjykojmë për veten tonë. Dhe ka dy momente. Njëri që ne nuk gjykojmë dot dhe mendojmë që e meritojmë, por këtë mendojmë ne dhe jo trajneri, por është edhe momenti i dytë, kur ti e meriton dhe mund të ndodh ajo që ti thua, që me mik më heqin mua sepse nuk njoh dikë dhe fusin atë i cili mund njohë trajnerin apo presidenti i klubit apo nuk di se kë. Kështu që duhet me i nda pak të dyja nga njëra tjetra, sepse edhe për një trajner, Klaudio, për te i mikut, mendoj që rezultati është ai që vlen. Unë mendoj se jam me aft, aq sa duhem. Që duhet që të luash në skuadër. Po. Sa skuadra ke ndruar ti? Tani për momentin jam pa ekipe, për kërkoj një ekip, një menaxher që në çoj diku, sepse jam pa ekip. Ja, ndoshta shkëpen ky program. Edhe prapë se prapë kur nuk po dorëzohem, po bëj vrap vetë çdo ditë ke liçeni, çdo ditë po bëj vrap, nuk po e le asnjë ditë.